Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Keni shikim të dobët, lodhje dhe harroni shpejt. Moshat mbi 50 vjeç duhet të marrin këtë vitaminë. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për trupin e njeriut pasi shërben për ndërtimin e ADN-s dhe ARN-s, kujdesit për humorin ton dhe sistemin e tretjes. Edhe pse mungesa e vitaminës B12 shkakton simptoma si këputhje trupi, vështirësi në frymëmarrje dhe dobësim të muskujve, ajo mund të kalojë shumë kohë pa u diagnostifikuar. Ja cilat janë disa nga arsyet pse mund të keni nevojë për më shumë vitaminë B12, sidomos pasi keni kaluar moshën 50 vjeçare. Sipas health.com do të rendisim të gjitha mundësitë për ta marrë këtë vitaminë, ushqimet kujgjendet dhe përfitimet që ka ajo në trupin tuaj. Nëse jeni vegetarian, keni nevojë për këtë vitaminë. Mënyra e vetme për të përfshirë vitaminën B12 në dietën tuaj është duke konsumuar mish, qumësht, vezë. Nëse i shmangni produktet e kafshëve, atëherë me siguri mund të keni mungesë të vitaminës B12. Mungesa kronike e vitaminës B12 mund të shkaktojë zbehje në lëkurë, madje edhe dobësi. Nëse jeni mbi 50 vjeç, e keni më të arsyeshme marrjen e kësaj vitamine. Mosha sjell me vete lirinë dhe mençurinë, por fatkeqësisht ajo sjell edhe më shumë problematika në trup. Një ndërto është pamundësia për të zbërthyer vitaminën B12 nga dieta. Për fat të keq, shenjat e mungesës së vitaminës B12 në këtë moshë ngatrohen shpesh pasi faji i vihet moshës. Nëse ju jeni mbi 50 vjeç, mirë është të merrni suplemente të vitaminës B12 për të qëndruar në formë dhe të fortë. Nëse pini alkool rregullisht, kjo mungesë e kësaj vitamine do të jetë më e lartë. Nëse pini çdo mbrëmje një gotë me verë, atëherë mund të keni edhe të ulët të rezervatin e vitaminës B12. Kjo ndodh sepse mëlçia luan një rol kyç në ruajtjen e vitaminës B12. Prandaj shijojeni një gotë verë në darkë me miqt, por mos harroni të merrni suplementet e kësaj vitamine sapo ktheheni në shtëpi. Nëse merrni ilaçe për refluksin acid, atëherë do të keni mungesë të kësaj vitamine. Edhe nëse keni pasur ulcer në të shkuarën ose merrni ilaçe për të, problemet me stomakun dhe ilaçet që trajtojnë ato pengojnë trupin të zbërthejë vitaminën B12. Prandaj mjekët sugjerojnë nëse po trajtoheni për refluks të acidit, të merrni edhe vitaminën B12. Nëse jeni diagnostifikuar me diabet ose me sëmundje të tjera autoimune, kjo vitaminë është më së rëndësishme për trupin tuaj. Problemet e sheqerit në gjak dhe sëmundje të tjera si Hashimoto ose lupus pengojnë trupin të përthith vitaminën B12. Edhe nëse jeni konsumues të rregullt të mishit, duhet përsëri të merrni suplementet e vitaminës B12 që të jeni të shëndetshëm. Mungesa e vitaminës B12 lidhet me një sër diagnozash të frikshme. Nivelet e ulta të saj rrisin rrezikun e sëmundjeve në zemër, depresion, probleme të ankthit, si dhe probleme të shëndetit mendor si dhe Alzheimer dhe autizëm. Nëse për një kohë të gjatë keni mungesë të këtyre vitaminave, atëherë me siguri do të keni edhe probleme me shëndetin. Duke ditur se vitamina B12 luan një rol shumë kompleks për organizmin, përveç rolit të saj të energjisë, kjo vitaminë është e dobishme për shumë funksione të tjera nervore. Në këtë video, sipas health.com, do të mësoni më shumë për arsyet pse kjo vitaminë është e pasvendësueshme në shëndetin e trurit. Roli primar i vitaminës B12 në shëndet. Funksioni kryesor i kësaj vitamine është të nxjisë prodhimin e rruzave të kuqe të gjakut, të sintetizojë mielinën, e cila është proteina që vesh nervat, të ruajë ekuilibrat aminoacideve dhe të detoksifikojë hormonet. Të gjitha këto funksione janë thelbësore për mirëmbajtjen e trurit dhe të kujtesës. Përthithja në organizëm e vitaminës B12 varet nga një sër faktorësh ku përfshihet ushqyerja, tretja, vitamina B12 dhe vitaminat e tjera të pranishme në trup. Në sistemin tretës, vitamina B12 ka nevojë për element mbartës në të cilën lidhen më pas edhe rrugëtojnë në të gjithë organizmin. Me kalimin e moshës, funksionet e organeve humbasin efikasitetin e tyre, gjë që ka ndikime të drejtpërdrejta në stomak. Nëse stomaku nuk sekreton mjaftueshëm acid tretës, përthithja e vitaminës B12 do të jetë e vështirë.
Ky proces vështirësohet edhe nga inflamacioni i zorrve, çrregullimet e imunitetit, anemia dhe përdorimi i disa barnave. Të dhënat tregojnë se nivelet të ulta të vitaminës B12 përshpejtojnë çrregullimet mendore, siç janë dëmtimet e nervave dhe dobësimet të komunikimit mes tyre. Nëse organizmi nuk përmban sasinë e duhur të kësaj vitamine, atëherë transmetuesit nervor do të jenë më të pakët. Vitamina B12 sintetizon transmetuesin nervor siç janë dopamina dhe serotonina. Kësaj, paqëndrueshmëria emocionale dhe prishja e cilësisë së gjumit janë të paevitueshme. Mungesa e vitaminës B12 shënjestron edhe shëndetin kardiovaskular. Në pamjaftueshmëri të vitaminës B12, enët e gjakut ngushtohen dhe bëhen më të ngurta, duke i çelur rrugën arteriosklerozës. Të gjitha këto pasojë e qarkullimit të gjakut në tru dhe rrisin gjasat e goditjeve nga ishemia. Suplementet e vitaminës B12 ofrojnë mbështetje premtuese për shëndetin e trurit, por sipas të dhënave, vitamina B12 mund të merret nëpërmjet ushqyesve të shëndetshëm. Nëse jeni duanpirës, jeni më të rrezikuar nga humbja e kujtesës dhe funksione të dobësuara të trurit. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasur me mish, të cilët vështirësojnë përthithjen e kësaj vitamine. Ushqimet ku mund ta gjeni më shumicë këtë vitaminë janë sardelet, salmoni i egër, drithrat e plota, qumshti, kosi, djathi i bardhë dhe vezët. Ekspertët rekomandojnë që të shmangni regjimet ushqimore të pasur me mish, të cilat vështirësojnë gjithashtu edhe përthithjen e kësaj vitamine. Vitamina B12, e njohur gjithashtu si kobalamina, është një vitaminë thelbësore që trupi juaj ka nevojë, por nuk mund ta prodhojë dot. Gjendet natyrshëm në produkte shtatzore, por gjithashtu shtohet në ushqime të caktuara dhe disponohet si suplement oral ose si injekcion. Vitamina B12 ka role të mira në trupin tuaj. Ajo mbështet funksionin normal të qelizave tuaja nervore dhe është e nevojshme për formimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe sintezën e ADN-s. Këto janë përfitimet kryesore që vitamina B12 do t'jap në trupin tuaj sipas ekspertëve të Healthline. Ekspertët këshillojnë marrjen e kësaj vitamine qoftë nëpërmjet ushqimeve ose edhe si suplement, që përpara se ta merrni në formën e suplementit, duhet gjithmonë të konsultoheni me mjekun tuaj përkatës. Vitamina B12 luan një rol jetik në ndihmën e trupit tuaj të prodhojë qelizat e kuqe të gjakut. Nivelet e ulta të vitaminës B12 shkaktojnë një reduktim të formimit të qelizave të kuqe dhe i pengojnë ato të zhvillohen si duhet. Nëse keni edhe një mungesë të theksuar të anemisë, kjo vitaminë mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë për ju. Ajo mund të parandalojë edhe defektet e mëdha të lindjes. Nivelet e duhura të vitaminës B12 janë thelbësore për një shtatzani të shëndetshme. Studimet tregojnë se truri dhe sistemi nervor i fetusit kërkojnë nivele të mjaftueshme të B12-s nga nënat për të zhvilluar si duhet. Mungesa e vitaminës B12 në fazën fillestare të shtatzanisë mund të rrisë rrezikun e defekteve të lindjes siç janë defektet e tubit nervor. Por më tepër, mungesa e B12-s në nënat mund të kontribuojë në lindje të parakohshme ose abort. Një studim i më shumë se 2500 të rriturve tregoi se njerëzit me mungesë të vitaminës B12 kishin gjithashtu dëndësi minerale më të ulët se normalja e kockave. Mungesa e kësaj vitamine mund të ndikojë drejt për së drejti në dëmtimin e kockave. Mungesa e kësaj vitamine mund të zvogëlojë gjithashtu edhe forcimin e shikimit. Duke e marrë atë si duhet, kjo vitaminë është e përkryer për sytë tuaj. Ruajtja niveleve adekuate të vitaminës B12 mund të parandalojë edhe rrezikun e degenerimit makular lidhur me moshën. Studiuesit besojnë se kjo është një nga vitaminat më të rëndësishme për sytë tuaj. Ndaj, ekspertët këshillojnë që ta merrni atë në formën e ushqimeve ose edhe si suplement, të cilat do të ndikojnë pozitivisht në mbrojtjen e organizmit dhe parandalimin e komplikacioneve në shëndet. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.